Ish banorja e Big Brother VIP Albania Hajdi Baçi ka ngjallur sërish kuriozitet tek ndjepësit me disa postime të bëra mbrëm në Instagram, duke lënë të kuptohet se në jetën e saj mund të ketë hyrë një romancë e re. Në fotografitë e publikuara, Hajdi shfaqet me një buqet të madhe lulesh dhe një tortë të personalizuar me dedikim romantik. Gjithçka duket e kuruar me delikatesë, duke krijuar atmosferën e një surprize të menduar posaçërisht për të. Ajo shihet e buzëqeshur dhe e lumtur, ndërsa mesazhet e shkruara prej saj kanë bërë menjëherë bujë në rjet. Ti më bën të ndihem e veçantë, faleminderit, ka shkruar Hajdi mbi një nga postimet, duke mos zbuluar identitetin e personit që i ka dërguar dhuratat. Edhe pse për momentin, Hajdi ka zgjedhur të ruajë privatësinë dhe të mos jap asnjë emër, gjuha e trupit dhe mënyra se si e ka përcjell emocionin në postime lën të kuptohet se bëhet fjalë për dikë që ka një vend të rëndësishëm në jetën e saj private. Ndjekësit po presin me kuriozitet nëse ish banorja e Big Brother Albania do të konfirmojë së shpejti identitetin e personit misterioz apo nëse kjo romancë do të mbetet për pak kohë vetëm për zemrën.